Doktor Gjergj Velo ndërrua të shtunën ditën e çlirimit të Lushnjës nga Bashkia e Lushnjës me titullin Qytetar nderi. Kjo gjë ka sjellë debate të shumta mes qytetarëve lushnjar, duke e bërë një figurë kontradiktore, pasi një pjesë e shohin doktor Velon si funksionarin që ndihmoi në përmirësimin e kushteve social-ekonomike për rrethin e Lushnjës në periudhën komuniste dhe pjesa tjetër si funksionarin që i shërbeu pushtetit komunist me firmën e tij që internoi shumë njerëz. Partia Demokratike Dega Lushnje kundërshton titullin Qytetar nderi që Bashkia i dha Dr. Gjergj Velos. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak Klement Çela dha sot një deklaratë ku tha se ky vendim është një njollë morale për bashkinë që vazhdon të shoh pas. Gjergj Velo është një njollë morale për këtë institucion. Shpallja e tij po ashtu dëshmon që është një fyrje e rëndë për qytetarët që vuajtën internimin, persekutimin gjatë periudhës së komunizmit. Ky akt turpërues zhyt bashkinë në nostalgjinë e errët të së shkuarës dhe kërkon të lajë biografinë e nomenklaturës së diktaturës. Gjergj Velo nuk ka qenë figurë e lirisë apo e demokracisë. Ai ka qenë pjesë e aparatit shtypës aso kohe, pjesë e mekanizmit që zbatonte urdhrat dhe firmoste vendime për internime që cënonin dinjitetin e familjeve të nderuara dhe intelektualëve të ndryshëm në periudhën e komunizmit. Ti japësh nderime publike, dikujt që thjesht ka zbatuar me zell detyrat e regjimit, nuk është vlerësim, është revansh ideologjik. Ky akt ekspozon edhe një herë pa aftësinë, mungesën e vizionit dhe krizën morale të kryetarit të Bashkisë Lushnje. Në vend që të nderoj figura të ndritura, njerëz që i kanë dhënë vlera këtij qyteti, shoqërisë, kulturës, arsimit dhe demokracisë, ajo ka zgjedhur të nderojë një funksionar të së shkuarës komuniste. Kjo tregon se bashkia e sotme nuk di të shohë përpara, nuk ka standarde dhe nuk përfaqëson atë që ata duan me shumë zell dhe çdo qytetar i saj, Lushnjën e së ardhmes, Lushnjën moderne. Zoti Çela sqaroi edhe miratimin e këtij vendimi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak më datën 19/9/2025. Grupi jon opozitar dhe unë personalisht e kam kundërshtuar vendimin, por u miratua sepse pozita ka numrat dhe vendosin vetë për çdo gjë, tha ai. Ne si këshilltar të opozitës, unë si kryetari i grupit të këshilltarëve, natyrisht që kam mbajtur qëndrimin tim kundër. Patjetër që është qëndrimi imi, do doja shumë që të ishte unik dhe uniform, sepse kam parë që jo të gjithë kanë votuar, ndoshta e kanë nënvlerësuar, por unë si Klement Çela, përfaqësuesi i opozitës në Këshill, kam votuar kundër me bindje të plot për këto arsye që thash më lart, pasi nuk mund të bëhesha bashkë për të nderuar me titullin qytetar nderi Gjergj Velon dhe për t'i dhënë vlera të skaluarës komuniste. Unë patjetër që e kam dhënë këtë argument, ndoshta jo kaq gjerësisht sa e jap këtu përpara jush, por ama ajo që më ka shtyrë ta kundërshtoj është sepse unë edhe në komisione i kundërshtoj drejtuesit e komisionit lidhur me standardet që mbaj për sa i përket dhënies së titullit qytetar nderi. Dhe në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë pjesëtarëve të opozitës, kjo e ka plotësuar këtë kriter për mos të qenë me vend shpallja e Gjergj Velos qytetar nderi.